Kryeministri Rama hedh poshtë akuzat se po ndërhyn në punën e gjyqësorit me çuarje në kushtetuese të çështjes Balluku. Rama shpjegoi se nëse do të shkarkonte ministrin nga detyra, do të sillte një problem madhor duke zhbalancuar pushtetet. Sali Berisha e cilësoi takimin e një ditë më parë në Durrës të Salianjit dhe Ali Mehmetit si pjesë të një agjende personale. Sipas tij, në takim morën pjesë një grup të pakënaqurish që nuk u futën në listat e kandidatëve në zgjedhjet e 11 majit. Dalin detajet reja nga hetimet për vrasjen e biznesmenit Edmond Mahalla në Elbasan. Hetuesit dyshojnë se autori i vrasjes është nga Mali i Zi dhe pas kryerjes së krimit është larguar nga vendi ynë në drejtim të Maqedonisë Veriut. Bashkia e Fierit u vë sot në lëvizje për pastrimin e plazheve të pushtuara nga mbeturinat plastike për gati një muaj. Në Bregdetin e Semanit puna zgjati vetëm 2 orë, por në plazh kanë mbetur ende mbeturina të shumta. Mediat gjermane zbardhin një bisedë telefonike të liderëve europian për Ukrainën, ku ata shprehin mosbesim tek Washingtoni. Në të, presidenti Emmanuel Macron shprehet se Shtetet e Bashkuara mund ta trajtojnë Kievin në çështjen e territoreve. Lidhet nesër shorti i botërorit 2026, ku do përcaktojnë grupet e fazës finale edhe për Shqipërinë e Kosovën, nëse do kalojnë fazën e play-offit. Ceremonia do përcillet drejt për drejt në ekranin e televizionit Klan prej orës 18. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve. Kryeministri Edi Rama ka hedhur poshtë akuzat se po ndryn në punën e gjyqësorit me çuarjen e çështjes së Belinda Ballukut në kushtetuese. Rama shpjegoi edhe pse nuk po e shkarkon në ministren nga detyra, duke deklaruar se kjo do të sillte një problem madhor për të zhbalancuar pushtetet. Kryeministri Rama ka reaguar sërish për kërkesën që ka dërguar në gjykatën kushtetuese pas pezullimit të Belinda Ballukut nga GKK-ja, duke hedhur poshtë pretendimet e opozitës se po ndërhyn në punët e drejtësisë. Nuk jam këtu të ndërhyj në punën e prokurorit të gjykatës në fjalë, unë flas për cenimin konkret të balancës mes pushteteve. Për ndërhyrjen konkrete, brutale në përbërjen e qeverisë, për marrjen konkrete të kompetencave që kushtetuta jep kryeministrit, dhe nuk thot gjykundi që ato mund t'i përdorin sipas qefit edhe prokurorët e gjykatësit. Ripërsërit se vendimi për pezullimin e zëvendës kryeministres po mban peng disa projekte që kërkojnë firmën e saj, përfshi edhe marrëveshjen për fluturime direkte me Kanadan, si dhe 35 vendime të qeverisë. Prekja e gjithë këtyre bllokon punët në sektorin përkatës, ku hyn ajo marrëveshja me Kanadan. Ministri i pezulluar jo vetëm që nuk firmos dot vet asgjë, por ama bën që askush tjetër të mos marrë dot vendim dhe të firmos gjësendin e emër të dikasterit, sepse kushtetuta ja jep atij dhe vetëm atij, ministrit, autoritetin ekskluziv të padelegueshëm tek askush tjetër. Prerazi thot se nuk ka ndërmend ta shkarkoj Ballukun nga detyra që i ka besuar dhe shton se pezullimi i vartës së tij është i pari në botë. Jo, sepse heqja e ministrit të rast nuk do zgjidhte këtë problem themelor, po do krijonte një problem themelor më vete për të nesërmen. Jo për mua, po për çdo qeveri, pasi miu i zhbalancimit pushteteve, që do të kalonte këtë herë në mustaqe me idenë se ministrat mund të hiqen pa gjyq, mund të hiqen pa vendim formës prerë, mund të hiqen pa dorëheqje, mund të hiqen pa vendim të kryeministrit, dhe thjesht mjafton një mas sigurie në një gjykatë shkallës parë, do të kthehej në ujk që do kafshonte qeverit, do përbuste parlamentet, do përqeshte votën popullore nga ku edhe buron përbërja e çdo qeveri. Rama hedh poshtë do akuzë se kjo është një betejë politike, teksa në 12 dhjetor, gjykata kushtetuese do të vendos nëse do të pranojë ankimimin e bërë nga kryeministri, në të cilin kërkohet zgjidhje e mosmarrëveshjes së kompetencave mes tij dhe gjykatës së posaçme, shfuqizimi i vendimit të pezullimit, si dhe ngrirjen e tij derisa gjykata të shprehet me vendim përfundimtar.
Ndalemi tani tek parlamenti dhe shohim se çka ndodhur sot atje. Kërkesa e demokratëve për të mbajtur interpelancë urgjente me kryeministrin Rama lidhur me ankimimin e pezullimit të Belinda Ballukut në gjykatën kushtetuese nuk u pranua nga socialistët. 17 vota pro, 74 vota kundër, nuk ka abstenim. Kërkesa për interpelancë nuk miratohet. Votën kundër maxhoranca argumentoi se çështja është në gjykatën kushtetuese dhe se duhet pritur vendimi i saj. Çdo përpjekje për ta nxjerrë një vendim politik para se të përfundojë shqyrtimi kushtetues mund të cënojë parimet e pavarësisë të institucioneve dhe sundimit të ligjit. Në këtë kuadër është domosdoshme që të pritet vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese. Por opozita akuzoi kryeministrin se po ushtron presion ndaj gjykatës. Njeri arrin të ushtoj një presion të tmerrshëm, të gjithanshëm, banditesk mbi gjykatën kushtetuese. Duhet ishte prej kosh e arrestuar, sepse po prishin provat ditë e natë, po zhdukin dokumentat ditë e natë. Ajo për cilën kemi kërkuar interpelancë me kryeministrin është ndërhyrja institucionale e kryeministrit në një çështje në hetim, mbajtja në detyrë e një ministri apo zyrtari të marrë të pandehur për abuzim me disa tendera publik, si dhe ngritja e pretendimeve në emër të Kuvendit të Shqipërisë, pa e konsultuar. Në mungesë të kreut të qeverisë, përgjigjen ja dha ministri i drejtësisë. Ju flisni për kallëzime dhe të pandehur, edhe pse ata e keni në ballin tuaj. Shqiptarët e dinë shumë mirë se kush kërkon asgjësimin e spakut. Demokratët kërkuan në seancë plenare që të hiqet nga rendi ditës edhe e ligji për prodhuesit, por edhe kjo kërkesë e tyre u rrëzua me votat e shumicës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar edhe takimin që u zhvilluan në Durrës ku mori pjesë Saliani dhe Ali Mehmeti. Pas Tiranës, takimin e radhës së foltores së dytë Sali Berisha e zhvilloi në Mirdit. Demokratëve mirëditor, Berisha ju tha se përpara betejës finale për të rrëzuar Edi Ramën, Partia Demokratike duhet të futet në një proces ripërtëritjeje. Ku jemi ne sot? A do mundet ky vrasës si votet son të na mposht ne? Jo kur. Duhet të nisim betejën tonë vendimtare me këtë të keqe të madhe. Gjithçka do varet nga forca jon, nga riorganizimi ynë. Nuk është më betejë për partinë, është betejë për Shqipërinë. Berisha u ndal dhe tek foltoria që paralelisht ka nisur në bazë Ervin Saliani dhe Ilir Ali Mehmeti. Ashtu si gjatë paradites në oporin e parlamentit, kryedemokrati e akuzoi se për interesa personale ka nisur një lëvizje pikërisht kur Partia Demokratike do të nisë analizën e zgjedhjeve të 11 majit. Është antar kryesie. Ka çdo mbledhje ka patur të drejtë dhe do ketë të drejtë të thotë ç'të doj. Po ti kur s'flet kryesi, s'flet atje ku është i ngarkur dhe shkon dhe merr njerëz të pakënaqur, më çon mesazh një demokrat. Doktor thot, a e pe Shuaipin aty? E ka çuar me detyrim Fred Xhaferi. Po ku është Fred Xhaferi? Sot Fred Xhaferi shqiptari Parambekës. Në kulmin e krizës së dyshes Rama Balluku të mbushi studiot me këtë lajm, u ke bosh demokratëve pastaj. Demokratëve mirëditor që i kërkuan ndryshime në kryesinë e partisë, duke përmendur me emra Flamur Nokën dhe Albana Vokshin, si njerëz që po dëmtojnë imazhin e kësaj force, Berisha ju përgjigj, duke u dalë të dyve në mbrojtje. Flamur Noka është bën deputik, është arrogant, pa të thënë do ta hapim PD-n, nuk e hapi. Nuk le Flamur Noka dhe Albana Vokshin të hapesh. Në kushtet më të vështira janë përpjek me bërë më të mirën. Nuk do thot as pak se nuk mund të kritikohen, që të gjithë do kalojnë në votim. Demokratët deputetët janë të ndarë lidhur me turrin e nisur nga Saliani. Takimet e Salianit dhe Ali Mehmetit me demokratët e bazës kanë sjellë jo pak shqetësime brenda partisë më të madhe të opozitës. Deputetët e vjetër të Partisë Demokratike tregohen të kujdesshëm dhe nuk pranojnë të komentojnë nismën e Ervin Salianit, ndërsa kërkojnë që debati të fokusohet te korrupsioni dhe skandale qeverisëse. Proces foltore për ju do i bashkoheni përballë me kundërshtarin këtu, partinë e lëm ke partia? Kanë një pyetje për qeverinë. Për qeverinë, përballë ku që s'ka ardhur
për Ramën që është në parlament, kaq. Një shpiku im është Ital Flori, po unë një pyetje për Ballukun dhe për qeverinë që shpërqendrohej që se ngelet vetëm te opozita. Mendoj që do përqendroheshim pak më shumë te këto 50 milionë euro që vjedh Belinda, debatin po ka qenë është do mbetet gjithmonë. Por nuk mungojnë deputetët që deklarojnë se do të mirëpresin Saljanin në takimet që do të zhvillojnë në zonat e tyre. Do demokrat është i mirëpritur kudo dhe për të qenë një armë më shumë kundër kësaj qeverie. Unë takoj çdo demokrat pavarësisht nga emri dhe mbiemri. Po tani unë ka pi 100 herë kafë Mervini se preska ndonjëherë tjetër apo s'takojmë. Kanë dalë detaje të reja nga hetimet për vrasjen e biznesmenit Edmond Mahalla në qytetin e Elbasanit. Vrasësi i biznesmenit 43 vjeçar Edmond Mahalla të ekzekutuar mbrëmjen e së dielës në Elbasan dyshohet se është nga Malizi. Burime pranë grupit hetimor i thanë televizionit Tiranë se kjo e dhënë ka dalë nga analizimi 10 provave të administruara deri më tani. Emri i tij nuk bëhet me dije për shkak të sekretit hetimor, por mësohet se ai është fiksuar nga një kamerë sigurie duke lëvizur në këmbë në zonën e Rajsës në qytetin e Prenjasit. Nga aty ai më pas ka lëvizur në drejtim të Maqedonisë së Veriut, ku ka dyshime se ka kaluar në mënyrë ilegale. Deri në këtë fazë të hetimit ekzistojnë dyshimet se ai është paguar për të kryer vrasjen e biznesmenit Mond Mahalla, ngjarje të cilën e kreu i vetëm, siç duket edhe në këto pamje të kamerave të sigurisë. Deri tani policia ka identifikuar 5 persona, 3 për të cilëve janë arrestuar, mes tyre dhe ish ortaku i viktimës, Gino Aga, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Të dyshuarit do dalin të premten përpara gjykatës së Elbasanit, aty ku prokuroria ka kërkuar të vijojë masa e sigurisë arrest me burg. Hetuesit dyshojnë se ngjarja e rëndë e 30 nëntorit ka si prapavi një konflikt biznesi, por nuk dihet nëse provat e administruara e faktojnë këtë pistë. Gjykata e posaçme e apelit lanë fuqi vendimin që dënoi me 25 vite burg Blendi Tetën duke gjetur fajtor për vrasjen e ish policit Santiago Malko. Ky dënim vjen pasi gjykata e lartë kishte prishur një vendim të mëparshëm të apelit në ngarkim të Tetës për vrasjen e ish policit në gusht 2019, po gjykojnë në mungesë edhe 5 persona të tjerë, mes të cilëve Erlis dhe Leonard Dukas i Porositës. Autoritetet kanë zbuluar 2 ngarkesa të tjera me peshë totale 51 tonë misër për kafshët me alfa-toksin B1 që vinte nga Serbia. Autoriteti kombëtar i ushqimit bën me dije se në pikën kufitare të Hanit kanë marrë mostrat në 2 ngarkesa me misër, të cilat pas kryerjes së analizimit laboratorik janë konfirmuar në praninë të alfa-toksinës B1. Bashkia e Fierit është vënë sot në lëvizje për pastrimin e plazheve të pushtuara pikërisht nga mbeturinat plastike dhe ka gati 1 muaj që ato rrinë nëpër plazhe. Plazhi i Semanit mbetet i pushtuar nga mbeturinat e nxjerra nga deti. Punëtorët e Bashkisë së Fierit u shfaqën në këtë zonë për vetëm 2 orë, pas alarmit të dhënë, por situata ndryshoi pak. Mbetjet plastike janë të shpërndara në brezin e Rërës prej gati 1 muaji, duke krijuar një gjendje alarmante. Brezi ranor, siç shikohet, është i mbushur me mbeturina të shumta. Ditën e sotme Bashkia e Fierit pastrimin e ka nisur nga Darzeza, ndërsa në Seman ka mjaftuar vetëm 2 orë për të parë situatën në të cilën ndodhet ky bregdet, ndërsa pastrimi i tij do të duhet të vijojë për ditë të tëra. Në plazhin e Darzezës bëhet fjalë për një vijë bregdetare 8 kilometra të gjatë, ku mjetet e bashkisë po punojnë për të larguar mbetjet, ndërsa aksioni në këtë zonë pritet të zgjasë rreth 2 javë. Fillimisht do të bëjmë mbledhjen duke i qëmtuar me dorë gjitha, siç e shikoni me një grup punëtorësh që kemi sjell për gjithë mbetjet urbane, pra plastikën dhe qelçin, dhe pastaj me mjetet më të rënda që kemi sjell kamionat skrepa, do të vazhdojmë me gjithë pastrimin e mbetjeve drusore. Pastrimi i grupderdhjeve të lumeve Seman dhe Vjos mbetet i vështirë sipas autoriteteve lokale. Për shkak të erave që kanë fryrë gjatë këtyre ditëve, përgjithsisht mbetjet janë transferuar drejt Veriut, le të themi. Pra, grupderdhja e Vjosës i ka sjell diku, këtu ku jemi ne, dhe grupderdhja e Semanit i ka spostuar pak më në veri të grupderdhjes.
Plazhet e qarkut të Fierit janë të ndotura prej gati një muaji pasi prurjet e shumta për shkak të rreshjeve të dendura nxorën në brezin e Rërës tonelata mbetje. Autoritetet e Fierit e pastrojnë vijën bregdetare në nisje dhe mbyllje të sezonit turistik, por prurjet e lumeve u ndryshuan planet këtë vit, duke bërë që ekipet e bashkisë të zbresin në terren edhe gjatë sinës së dimrit. Pastrimi i bregdetit sipas ekspertëve të mjedisit është emergjencë kombëtare pasi ndotja nga plastika dhe mbetet e tjera lën pasoja afagjata, deri të parikuperueshme për natyrën dhe shëndetin. Në vetëm 3 ditët e para nga nisja e shpërndarjes bonusit të fundvitit, ata kanë tërhequr mbi 96.000 pensionistë e personat kategorive të tjera. Lajmin e bën të ditur kryeministri Rama përmes një postimi në rrjetet sociale. Në total janë mbi 750.000 përfitues që kanë afat deri në qershor për të tërhequr shpërblimin që qeveria ka caktuar për këtë fundviti. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, të gjithë ata që kanë pension më të vogël se 20.000 lek përfitojnë 15.000 lek bonus, ndërsa të tjerët do të marrin 10.000 lek. Mediat gjermane kanë zbardhur një bisedë telefonike të liderëve europian për Ukrainën, ku ata shprehin mosbesim tek roli që po luajnë Shtetet e Bashkuara. Revista gjermane Der Spiegel ka raportuar se presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar udhëheqësit europian për një mundësi që Shtetet e Bashkuara të tradhtojnë Ukrainën në lidhje me çështjet territoriale dhe garancitë e sigurisë. Të dhënat vijnë nga një telefonat e fundit mes liderëve europian, mes tyre presidenti i Ukrainës Zelensky, kancelari gjerman Friedrich Merz dhe disa të tjerë. Sipas transkriptit të siguruar nga Der Spiegel, Macron e ka cilësuar momentin aktual të negociatave si shumë të rrezikshëm për presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ndërkohë kancelari gjerman Friedrich Merz thuhet se ka paralajmëruar se Zelensky duhet të jetë shumë i kujdesshëm, duke shtuar se ata po luajnë me ju dhe me ne, referencë që revista e lidh me misionin e të dërguarit të Trump Steve Witkoff për bisedimet në Moskë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte gjithashtu ka mbështetur këtë qendrim, duke kërkuar më shumë mbrojtje dhe mbështetje për Ukrainën. Këto zhvillime vijnë në një kohë të tensionuar në Ukrainë, ku bisedimet për paqen deri më tani nuk kanë dhënë asnjë rezultat. Rrjeti i dyqanit Glob vjen këtë dhjetor me fushatën ekskluzive bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Rrjeti i dyqaneve Glob nga data 4 deri më 16 dhjetor vjen me fushatën unike që ka tërhequr vëmendjen e të gjithë klientëve. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë ç'të duash dhe sa të duash. Në këtë ofertë ekskluzive që fillon sot, për çdo produkt që u blini, do të përfitoni dhuratë të po të njëjtës vlerë të shpenzuar një produkt tjetër. Dhe jo një produkt çfarëdo që vendos Glob, por çfarë të dëshironi dhe sa të dëshironi ju. Konkretisht, nëse ju blini një frigorifer, do të përfitoni dhuratë, një furrë, një pianur, apo një lavatriçe, apo një televizor të po të njëjtës vlerë të produktit të parë. Ose nëse do të blini një furrë, mund të përfitoni dhuratë një lavatriçe, apo një hekur, apo kombinime të tjera sipas dëshirës tuaj. Edhe nëse blini një kondicioner, dhurata mund të jetë televizor, kompjuter apo çfarë do lloj produkti që ju të dëshironi. Dhuratat mund të përfitohen nga elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, si dhe kondicioner. Gjithashtu dhe një listë e përzgjedhur e IT, mobile dhe televizor. Me një blerje mund të rinovoni ose kompletoni të gjithë shtëpinë tuaj, duke zgjedhur produkte të teknologjisë së fundit, kursim të lartë energjie dhe 5 vite garanci. Fushata bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash. Është ekskluzive në të gjithë rrjetin e dyqaneve Glob në Shqipëri deri më 16 dhjetor. Ktu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj ju falenderit për vëmendjen. Natën.